s'ka qenë më kot Matoshi Real Madridi ka Dhe tash, LDK-ja. Nuk e ka Albini njet me thirrë LDK në koalicion. Mos e kuptoni që këtu. Pse ka thirrë takim? Kjo është pushnim. Pushnim? Tendencë me pushnu partinë tradicionale ta quaj, shtet krijuese, historike, çka dush quaje. Dhe LDK-ja sipas bindjes tame, po jo sipas Albinit dhe fonsave të tij, nuk e meriton që të pushnim. Nuk e meriton me kur gjë. Sepse Albini po të hajde, konsultohemi, ndash votoma qeverin. Për me dalë nesër, më ju thonë fonsave ti, votuesve ti, e shini që këta janë me listën sërçka, janë me Vučićin. Po qysh më këtë shqiptarët me Vučićin, po ka dole më dhe ti. Ka jo dhe ti. A pike për i Qile, për i Masja, për një planeti tjetër që halosë zbulua. Kush je ti? Në sens, në fundit. Po pse thiri LDK-n se thiri PDK-n? Po që kjo sheri. Pse se thiri Ramushi? Me paskona i randi kurtuazia, randi kushtetus, konstitucional, jo kushtetus. Shqiptarët dojnë pashi, do të dojnë me thirë partinë e dytë. Mu konsultu baspari me to, sepse ka dhe fuqimat madhe, i ka 24 numra. Por, adim se thirë. Pse? Sepse ky se ka njetë me partitë e mdha me bo koalicion. Ky veç po e uhi në fazën, po munduhet me i poshnu. Po Matoshi mund të na befasoj ta thret Krasniqin pas Shiko nëse ju befason Albini ku mu befasu edhe unë me diçka të madhe. Nashti hypim, shkojnë me jetu në Mars, me Elon Musk, në atë ekspeditën e tij. Tash unë po them ai mund t'ja bëjnë ftesë. Po mundet, gjithçka mundet, po çito se bën. Albini qiton nuk e bën. Prandaj PDK-ja gjatë këtë procesit, gjatë këtë procesit, prej fushatës, gjatë fushatës elektorale, pas zgjedhjeve, deri me sot, çka ndodh nëse nuk garantoj, nuk e di, është partia mas fejeri që ka luajtur në Kosovë. LDK-ja? PDK-ja. A PDK-ja? Partia ma fejeri që ka luajtur në qitë proces. S'po flas as para, as bëra pa qartë. Po pse mas feri? Domthon, shumë korrekt në raport me parti tjera, korrekt në raport me opozitën, korrekt në raport me pushtetin, sepse nuk ju në shoh. Nuk kanë shoh PDK-ja. Absolutisht. Kurse LDK-ja me VVN ju në gjujt mas shumëti. Tash, ose është dashuri në urrëtie, ose është domthon një tendencë thjesht e Albin Kurtit me thonë që edhe njëherë e përtypa e pështyna. Këto qërshia që i përmendi Gashja u pajtojnë? Jo, s'bas qeveri, Albin, Lumir, nuk ekziston kjo mundësi. Nuk ka si qeveri. Besërë se jo, një mund kabel, mas 15 për fjale. Jo, pa me rakë se këta zotrit nga YouTube i rujnë këto materiale. Po. Drenor, jam interesuar di për ty, si i ke parë të zhvillime dinamike gjatë këtyre 3 ditëve, a është afër qeveria të bëhet me kë, edhe a i ka numrat Kurti? Këto janë pyetje që realisht është vështirë më dhoni përgjigje nga ato informacione sa dihet. Sakt, mirë, por ne mund të dhamë mendimet tona, por në diçka nuk u pajtohem me zotin Matoshi. E para